Sa në vazhdim e merë fjallën i Zeta Vyri. Nga njëherë, ndërëj kumtosit për veprat të Daldemakut, prapë ndjek e qa dhe gjaj nuk është në mesin tonë, po kam obligim të vej një spjegim, kur ja komunikuam vendimin e kryesisë për ndarjen e çmimit, ajo priti me një ngazdim veçantë, por e keqja ishte se ai ishte për kurim në Belgjik. U të akordu me të që të paktën na dërgoni përshëndetje përmes një videoin që zini. Dhe pasi marrë premtimin, pas 2 dite me thirrje, dhe me tregoj që ka pasur një sënë diabete dhe nuk mund ta në fakt me shkruti, se ju që në thirrje se s'kishte mundësi të thras, me shkruti që ka pasur një sënë diabete dhe s'mund t'jeti pranishëm. Megjithatë, përmes veprës tij, ajo është i pranishëm mesin tonë. Ai ishte një mik i ngushtë i poetit Rifat Kukaj, dhe Rifat Kukaj e kemi mesin tonë, i kemi 2 djemt e tij, Sheremetin dhe Mixhelin, po dhe nipin e tyre, që dhe t'i përshëndesëm, dhe tash Mixhelin do t'a ktheja në një simbolike të pranoj këtë çmim. Ma me dëshirë edhe kisha dhonë, po. Urinë për çmimin mbas Daut, i urojmë shërim të shpejt, shërim të plot, i urojmë kthim në manifestimin e ardhshëm apo edhe në manifestime tjera.